Komuna e Prizrenit sot ka ftuar OJQ të bizneseve, drejtorë dhe zëvendës së drejtor shkollash, kryetar të lagjeve dhe fshatrave, ekspert të fushave të ndryshme dhe institucione shëndetësore të marrin pjesë në konsultimin publik për qarkurin e parë buxhetore dhe kornizën afatmesme buxhetore për vitin 2027 dhe vitet 2028-2029. Këtë tubim ka hapur Ymer Berisha. Gjatë konsultimit publik, fillimisht ka njoftuar drejtori i financave Levent Bosh. Përparja e buxhetit të komunës së Prizrenit për 2027 është 79.118.941 euro. Do të thonë se si shihet nga grafiku më lart, buxheti i planifikuar për vitin 2027 do të jetë për 4.073.629 euro, më i lartë se ai vitit të 2026 apo shprehur në përqindje për 5.43%. Buxheti i vlerësuar për vitin 2027 sipas kategorive ekonomike, paga dhe meriti i kemi 33.885.952 euro, madhra e shërbime i kemi 15.230.224 euro, shpenzime komunale i kemi 1.205.299 euro, subvencione i kemi 5.561.785 euro. Pas kësaj edhe të pranishëm si Admir Bajrami ka pyetur për luginën e Lumbardhit dhe fshatrat e atjeshëm. Shani Tanaj lidhur me gjendje në disa fshatra të Hasit, kurse lidhur me këtë qarkore të parë buxhetore i njoftoi Lulzim Sulejmani, zyrtar kryesor i financave. Është mëna për Gornesel Preval. Ku disa herë kam lënë këtu dhe kam dorëzu në drejtorin e para për këtë që lama i qëllkon, duhet të ndatë rrëma elektrike tensioni i lartë për i Prevalës dhe Gorneselës, se kur është problemi në Prevalës e Gornesel, atëherë duhet të kyqen të dy katone. Është fjala për një projekt shumë i vogël që duhet të ndatë Prevala me Gorneselën, nëse ka mundësi e kemi këto dy kërkesa. Urgjente që është për momentin, sepse me mundësit buxhetore të komunës jemi të njoftuar, sidomos ne përfaqësues të bashkive lokale, sepse na ka tregu haptas. Por e jo na është na jemi të zgjedhur me bën kërkesa, me marrë pjesën e dëgjimet buxhetore. Ishte me qenë mirë drejtori, sidomos i shërbimeve publike, me qenë këtu për pasi sështë ju që me siguri i mbani shënimet edhe kërkesat tona. Si urgjente është pastrimi rrugës Gjonaj-Gordozhuk nga dronjët të cilët kanë dalë gati deri në mes të rrugës dhe që shumë e vështirësojnë qarkullimin e atë pjesë, domethënë Gjonaj-Gordozhuk. Si dhe janë dy vende në Planej dhe Milaj që është shembër asfalti. Gjë që paraqet rrezik shumë që i kumbon edhe kërkesë me shkrim, por shumë urgjente. Unë kumbon edhe kërkesë, kom dërguar edhe email te Drejtoria e Shërbimeve Publike, por gjithë deri më sot nuk janë përgjigjur. Pastaj na kemi pranuar qarkurën buxhetore të parë dhe qarkuria buxhetore të parë është një dokument i cili del nga Ministria e Financave dhe na tregon cilët janë kufit e tonë buxhetore. Na tregon që buxheti i komunës së Prizrenit është për vitin 2027, 2028, 2029 janë çito vlera, çito shuma. Domethënë është thjesht një limit i caktuar ku i takon komunës së Prizrenit. Buxheti ku të vjen, qarkuria faktikisht ku të shohet qarkuria e parë, domethënë ka parasysh territorin e komunës së Prizrenit, domethënë kvadraturën metra katror si komunë domethënë e Prizrenit, numrin e nxënësve, domethënë sa nxënës ka komuna, grandi i arsimit domethënë alokohet mbas numrit të nxënësve të komunës. Dhe për fat keq na kemi një zvogëlim të numrit të nxënësve dhe kemi grandin e arsimit për 200 diçka më të vogël se sa vitin 2026 për shkak të zvogëlimit të numrit të nxënësve, migrimi, domethënë i prindve me gjatë fëmijë që kanë dalë këto vite, domethënë kemi zvogëlim të numrit të nxënësve sidomos në fshatra. Te grandi i arsimit, domethënë po një ashtu, domethënë matën shërbimet që na i ofrojmë dhe numri i shërbimeve që na ofrojmë brenda vitit, domethënë ndohet edhe grandi i shëndetësisë. Pastaj edhe të pranishmit tjerë kanë debatuar lidhur me këtë kornizë buxhetore. Rizam Holding, fabrika e re e bllokave Izoblok, Krush e vogël. Me Izoblok ndërto dhe për pompa mos harxho.
ndërto me izoblok të ri 25-shë.